Partizani bë sot synon fitoren e radhës përballë skuadrës Olimpik Shkodrës në një sfidë mjaft interesante pasi skuadra kuqe kërkon sot fitoren e radhës për të vazhduar kryesimin drejt kategorisë së dytë me numër 32 Sierra, me numër 36 Çubi dhe me numër 38 Aneke. Starton pra takimi me topën e parë nisur nga Contreras. Lëviz Gjuzi nga pas shpinë si gjithmonë i rrezikshëm, ka mundësi për përfituar Gjuzi, një pas dhe e vjen goli. E kombinimet pra mes Gjuzit dhe Contreras sjellin golin e parë shumë shpejt në minutën 5 të takimit, zhbllokohet sfida. 1-0 Partizani bë. Gjuzi i cili përfitoi besoj deri në fund. Kokoman edhe një herë Mando, krosimi në shtyrë dytë, Sulo edhe Çipi, e pabesueshme por është devijuar. Shikojmë në Contreras, kur bën mjaft mirë gjithmonë numri 12 Contreras, le të shikojmë edhe një pasim i bukur ky. Fantastik, tregohet shumë altruist në këto momente Contreras, i cili bën një dhuratë të këndshme Sirianit Mando që shkon në kuotën e 9 golave, por çfarë altruizmi treguar në maksimum, duhet thënë. Contreras. Mando. Gjithmonë Mando e godet, topi që mbetet rëmuje, shënon Gjetsi. 3-0, Igli Gjetsi shënon dhe golin e tij të parë personal me fanellën e Partizanit B. Në minutën 44 Partizani shënon dhe golin e tretë. Pra 3-0, mundësia për shënuar një tjetër gol. Shikojmë me Contreras për Mando, vërsulmi me 4 lojtar, Mando dhe Gjetsi sërish. 4-0 dhe mbyllet tukë pjesë e parë, nuk ka asnjë sekondë shtesë. Madje festa do bëhet jo zyrtare. Krosi, goditja Kokomani, kapiteni, çfarë zhytje bukur, çon topin në rrjet, duke shënuar dhe golin e 5 për Partizanin bë në minutën e 51. 5-0. Gjuzi. Një cross i mirë, Lacka e në vështirësi e ul, mund të provoj Gjetsi sërish, e godet mbi tra me të majtën. Provoj edhe një herë Igli Gjetsi. Do të bën kujdes në këto momente, goditja topi shkon në rrjet. Le të shikojmë provon me televizje, por mbyllet për një moment këmbgul Asana se më pas Contreras. Me një prekje të lehtë e dërgon topin në rrjet, duke shënuar dhe festuar golin e tij të dytë personal në këtë takim. Jorgis Asanas, lëviz bukur. I top tek Sahita e Tokazie, goli i 7 dhe tripleta e Gjetsit. Partizani bë 7, Olimpik Shkodra 1, minuta 84 dhe Igli Gjetsi shënon dhe golin e tij të tretë me fanellën e kuqe. Por nuk ka më kohë sipas gjyqtarit Bebja, i cili mbyll të takim me rezultatin e thellë 7-1 për skuadrën e kuqe drejtuar nga Renato Kalari.